nëse ju ka rënë ndonjëherë në vesh fjala tinnitus dhe janë pikërisht to zhurmat që dëgjoni në përvesh, edhe që mund të kenë lidhje me disa gjëra të saktuara. Prandaj kemi të ftuar doktor Arjan Llaperin. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe. Kënaqësi të kemi sërish këtu në studion e në shtëpinë tonë, gati për të zbuluar pikërisht diçka më tepër mbi këtë çështje. Praktikisht, realisht, kur duhet të shqetësohemi kur kemi këto zhurma në vesh? Na ndodh gjithë që të kemi ndonjë zhurmë, apo jo? Zhurma në vesh është shqetësuese, sidomos kur ato vinë pa shkak, pra ne jemi gjithë qetësie në shtëpi, në punë, gjatë udhëtimit, dhe dëgjojmë ca zhurma në vesh. Këto janë shumë problematike, sepse e para janë stresuese, janë zhurma që vinë pa shkak, dhe ti nuk ke si e kuron, nuk e si e pushon, nuk e si e qetëson. Pra që piti qka edhe të të pushon, nuk pushon. Po edhe panikos, është ka paniku, thua qa më ndodhi, qarë kam... Po, sepse është një zhurmë që të vjen nga brenda si fëshkëllim, si urke në një, po themi në një seks, si urke diçka shqetësuese që është brenda në vesh, edhe nuk ke se sta nxjerrë, si ta heqesh, mund të mundohesh me çfarë duash, nuk e shmang dot. Po nga në shkaktojnë neve këto zhurma, dhe a kanë lidhje me atë veshin e mesëm? Kjo zhurma tinnitus që quhet në gjuhën latine, ka shumë lloj faktorësh nga se vjen. E para vjen nga mosha, sidomos mosha e treta, duke ulë dëgjimi, duke rënë muskujt e veshit të brendshëm, fillojnë edhe japin këto problemet e tinnitus. Ose kur kalojmë një patologji të gjatë, nga një infekcion viral, që ndrojmë shtri për një kohë të gjatë. Kjo jo vetëm shoqërohet me zhurmën në vesh, por dhe marrëmendje. Dhe këtu më vjen keq t'ia them edhe njerëzve që të dëgjojnë, që shkojnë te doktori dhe mos u bini pre produkteve, medikamenteve pa shkak. Ja se e kemi këtu kamërën. Po, më që po i drejtohesh. Të mushin ilaçe pafund dhe marrin përveç anës pozitive shumë gjëra negative. Po pse ti mendon që mund të rregullohet kjo pa patur nevojë fare për pjesën e ilaçeve medikamenteve? Marrim rastin kur nuk është patologji, pra kur doktori që merret me veshin, me hundën, me gojën e nxjerr që nuk kemi patologji nga këto, atëherë problemi është mekanik. Dhe ai mund të kurohet shumë mirë me anë të fizioterapisë, osteopatisë, apo dhe ushtrimeve që kemi për marrëmendje dhe për zhurmën në vesh. Më lejon të them diçka, sepse duhet ta them këtë gjë në shumë e rëndësishme. Ne kemi shumë kënaqësi që të kemi në program të her pas here, realisht vlen shumë të gjitha këshillat që thua, por fakti që pikërisht për këtë temë që po flasim ne sot, videot e tua, këshillimet e tua përdoren në universitete në Kin, me unë i pash me sytë e mi në Kin, mos gabofsh apo jo? Në Guinzhou, atje unë kam marrë masterin për muskuloskletike dhe të organe. Pra unë i pash me sytë e mi që janë video dhe leksionet të cilat doktori që jepen studentët aty pra merren si praktikisht si etalon matës për gjithë shka që ndodh. Tashim futë pak siklet, kam emocion. Kjo është e vërtet, sepse unë jam nga të vetmit Europian, se ato nuk din shqiptarave, që kam mbaruar shkollën e mjekësisë tradicionale kineze, pikërisht në spitalin e Guinzhou, atje ku është qendra ose vatra e mbarimit të shumë doktorëve që merren me rehabilitimin me anë të mjekësisë tradicionale kineze. Dhe për këtë arsye që një show, një wow dhe nga ana e kinezëve, dhe mënyra se si më afruan që ta jap një leksion të tillë për këtë që po flasim sot, ishte shumë breslënse edhe për mua, ndjeva shumë mirë. Edhe ne ndjemi absolutisht akoma më tepër. Unë zhurma nuk kam, mua nuk më flet njëri në vesh, por do ta demonstroj sot për përdorës sot mua. Sepse doktori tha që është një teknik që mund të shpëtojë nga këto zhurmat në vesh nëse nuk është një patologji. Pra nëse mjeku vendosë nuk është një patologji. E para, bëhet atje ku janë pikat e akupunkturës, në 3 pika që janë këtu përpara veshit, edhe mbrapa, bëhet një masazh. I tregojmë te nga ana tjetër? Bëhet një masazh. Edhe vetë personi, ju që na shikoni, mund ta bëjnë vetë. Se ka pak vështirë doktori me mua për shkak të mikrofonave. Po, se ke disa mroklla ke veshit. Kemi mroklla tonat për hershme, e ka i qik vështirë. Bëhet një masazh në të 2 krahët e veshit, në këtë formë, për 1 minutë, në të 2, edhe në krahun tjetër, në të 2 anët e veshit. Po, duke stimuluar qarkullimin e gjakut dhe të limfës në mënyrë që të relaksohen muskujt e dëgjimit. Pastaj kemi një ushtrim tjetër, mbyllim dhe hapim veshët. Prit se do t'i heq fare. Një sekundë që të punosh tamam ti, atëherë do vrasi, po unë do i largoj pak sa vetëm 1 sekundë për të demonstruar. Po, mbyllim dhe hapim veshët. Përsëri ndikon në relaksimin e muskujve dhe në aktivizimin e mirë të dëgjimit.
mbasi bëjmë këto, bëjmë një komprimim të veshëve që mund ta bëni dhe vetë ju në shtëpi. Këtë zakonisht e bëjmë kur jemi në avion. Po, Kur kemi rregullohet presion. presioni ndërmjet gojës dhe membranës që ndan veshin e mesit nga veshi i jashtë në veshi i brendshëm. Përsëritet 8 deri në 10 herë. Mbasi bëhet, ndëgjon një pum, një vakum, pastaj me gishtat futemi në vesh, mund ta bëni dhe vetë ju. Vetëm me gishta, pam. Po. Edhe kjo 8 deri në 10 herë dhe mund ta bësh ti që ta kuptosh, që ta shikojnë edhe dëgjuesit. Jo, vendosi duart në këtë formë, gishtin mbi këtë. Më drejto. Mbyllim veshin. Edhe do t'i tregosh edhe njerëzve që na shikojnë se çfarë ndjen. Edhe këtë godit me këtë gishtin pjesën e kokës. Bum. Po. Ktu. Mbylli vishët, kapi gishtat këtu dhe vetëm ushto presion. Jepi. Bëje këtë. Këtu në këtë formë. Sipër gishtit. Pra. Këto, okay, atëherë, kuptova. E kuptova shumë qartë. Mbyllë, që ta shikojnë dhe shikuesit, po. Jo, këtu edhe biri kokës. Pam. Rëshkiti Alban. Ashtu bravo. Aha. Çfarë dëgjon? Bum. Kumbim i fortë, i cili na bën të mundur relaksimin e muskujve dhe heqjen e kësaj zhurme. Dhe mbi të gjitha, asnjëherë kur jeni vetëm në shtëpi, mos qëndroni në qetësi absolute. Vendosni një muzikë, ka nga YouTube-i, ka muzika të ndryshme ku do të dëgjoni zhurmë ose muzikë kundër zhurmës në vesh. Okej, e kuptova, po e vëmë tash mikrofonin se. Pra ka dhe muzika kundër zhurmës së veshit. Ka muzika specifike? Me muzikë specifike për zhurmën në vesh. Wow. Pra, ato që vuajnë nga zhurma në vesh, absolutisht nuk duhet të rinë në gjendje qetësie që të dëgjojnë atë zbrazësinë e dhomës apo vendit ku qëndrojnë. Gjithmonë vendosni një zhurmë, një muzikë kundër zhurmës në vesh për të relaksuar muskujt e veshit. E po bëm kaq që kishte edhe këtë lloj muzike, nuk e dija. Tani, përpos kësaj, kjo çfarë na sjell gjëra tjera, që do t'ja shpjegojmë atë që thamë edhe për praktikat ose teknikat për rikuperimin e maramendjes. Eksakt. Kur nuk kemi probleme me veshin, kur do me thënë përjashtojmë anën mjekësore. Flasim për pjesën biomekanike. Për zhurma të pashpjeguara. Zhurmë, por tani po flasim për maramendjen. Kur të merren mend, praktikisht ja të çohem apo të rri. Du të rri, okay. Mos u grisi do të merren mend. Pra në pjesën e brendshme të veshit ne kemi 3 kanale semicirkulare. I pari është vertikal, i dyti është posterior dhe i treti horizontal. Ke këto 3 kanale semicirkulare ne na qarkullojnë kristale, të cilat në rast se prishet kjo balancë, këto kristale dalin nga utrikuli dhe bëjnë atë pastaj dhënien e sinjalit të gabuar, duke dhënë një sinjal të gabuar në marrëdhënie unë me ju, me krevatin, me murin dhe kemi maramendje. Pra kur nuk kemi patologji. Po jemi duke folur gjithmonë. Biomekanike, po. Dhe si zbulohet kjo? Se duke i zbuluar, do themi edhe teknikat si rekuperohet. Pra, pacienti kur vjen, bëjmë një test duke marrë një laps ose gishtin dhe e detyrojmë pacientin të shikojë gishtin. Majtas, djatas, shikojmë lëvizjen e syve. Në rast se ka lëvizje të syve, ne përcaktojmë se kush nga këta 3 semicirkularet ka problem. Pra, le ta demonstrojmë. Po, okej, e demonstrojmë. Të çohem unë shtrihemi në kuriz. Mund ta bëni vetëm në shtëpi, por më mirë do ishte me praninë e një shoku, një miku, një familjari që t'jeni më të sigurt. Kthejmë kokën 45 gradë. Dhe shoku, miku shikon lëvizjen e syve. Lëviz majtas djathtas syt. Djali shtop, në rast se ka dridhje të syve, atëherë kemi kanalin horizontal. Dhe për shërimin, në rast se nuk ka krau i majt, e kthejmë pacientin ose personin e afërt familjes kur ka maramendje dhe kur ka zhurmë në veshë, e kthejmë në kraun e djathtë. Dhe për shërim shikojmë, nëse ka këtë dridhje të syve. Në rast se ka dridhje, kemi të bëjmë me daljen e kristaleve në otolite, në pjesën e semicirkularve. Dhe për t'i kthyer në utrikull, metoda për këtë rast, kur e kemi horizontale, është lempert quhet, ose barbecue. Bet personi... Po, do të bëj barbecue. Bet personi rinë nga krahu ku është lëvizja e syve, rinë
për 30 sekonda, në këtë pozicion 45 gradë, pastaj kthehet në krahun tjetër, përsëri 45 gradë rrim për 30-60 sekonda, pastaj kthehet përmbys, rrotullohet. Prandaj quhet barbecue. Kthehet përmbys, rrim përsëri 30, jo, me kokën drejt. Drejt, okej. Pastaj kthehemi përsëri në krahun nga e filluam, krahun tjetër, ande nga ekrani. Nga ana tjetër. Jo nga krahu tjetër, nga e filluam. Ndryshe, po, barbecue. Po ja, thash ta bëja rrotullimin kështu, tamam barbecue. Dhe ulemi. Dhe ulemi komplet. Po. Kur e kemi lëvizjen e syve lart e poshtë, atëherë kemi të bëjmë me semicirkularin vertikal. Në këtë rast, hajde shtrim, ju që na dëshikoni, me anë të një miku, shoku, familjes, ecë më lartë, në lanxhiri kokën jashtë krevatit. A ta nxjerr fare? Patjetër. Mbaje se mos bie. Nuk, prandaj duhet personi, e varim kokën poshtë, duke lëvizur syt lart e poshtë, e mbajmë për 60 sekonda. Mbasi mbaron koha për 60 sekondash, e ngrejmë kokën në këtë nivel, duke lëvizur syt lart e poshtë. Këto i themi për ju që ta bëni në shtëpi vetë pa pas nevojën të humbisni kohë dhe para tek mjeku, kur nuk kemi problem me odontologun. Dhe ngremi në pozicionin fillestar. Kjo është për sa i përket kur kemi maramendje ose lëvizje të syve lart e poshtë. Kur kemi lëvizje pastaj rrethore, pra syt, po, vertigo si quhet ndryshe, kemi metodën tjetër që quhet metoda e play. Në këtë rast vendoset një astik tek shpina, koka 45 gradë e inklinume në këtë pozicion. Pak si e ngritur. Po, pak si e ngritur 30 gradë dhe lëvizën syt majtas djathtas. Bëhet në dhe në krahun tjetër, kjo është metoda e play për rregullimin e maramendjes dhe eliminimin e zhurmave në vesh. Kur kemi këto daljen e kristaleve në kanalet semicirkulare, drejtohemi dhe ulemi në pozicionin fillestar. Dhe kështu na zhduket maramendja. Dhe kështu këto kristale presupozohen të rikthehen në vendin e tyre. Utrikull, duke bërë të mundur pastaj orientimin e saktë të trupit ton me objektet që na rrethojnë. Kur duhet të na shqetësoj vërtet shumë zhurma në vesh? Zhurma në vesh, jo vetëm zhurma në vesh, zhurma në vesh është shqetësuese gjithkohon. Edhe maramendja. Maramendja është më e rëndësishme në këtë rast. Kur duhet na shqetësoj? Kur ne kemi, jo kur ne na vijnë objektet rrethëqar. Kur ne nuk jemi në gjendje të komandojmë vetëm, pra jemi si të pirë, sigur kemi nuk mbajmë do drejtimin, kur kemi pirje të gjuhës, kur kemi vështërsi në gëlltitje ose vështërsi në artikulimin e fjalëve, kur kemi humbje të sensibilitetit të njërit krah apo tjetrit, pirje. Këto kanë të bëjnë pastaj me pjesën neurologjike, me pjesën e trurit, të cilat janë më të agravuara, urgjentisht duhet të bëjmë vizitën tek neurologu. Pra një zhurmë apo një pirje që vjen nga këtu deri këtu, me që kishim një mikeshën tonë, të na la për detyrë të pyes. Ajo vjen edhe si pasojë një paralize faciale të fshehur, sepse atje ku vjen ti dorën, po ta shikojmë, nervi facial, po ka degëzimet e veta që shkojnë tek balli, ke rrudhët e ballit, ke vetlla, por syut, ke faqja, tek buza sime, buza e poshtë, tek mjekra. Kështu që e përfshirë të gjithën kështu. Edhe këto janë shqetësuese. Nuk duhet i lejmë të agravojnë, aq sa të na japin patologji të rënda. Po. Është shumë e rëndësishme për të kuptuar në fakt sepse ka shumë njerëz të cilët vuajnë nga kjo dhe marrin një qerre, siç thot populli, me ilaçe dhe nuk bëjnë dot asgjë. Dhe kur ke veprime të cilat janë kaq bazike, të cilat mund t'i bësh vetë, mund t'i bësh me një mik, se të vrapojmë tek ilaçet. Të paktën t'i provojmë një herë këto, nëse pastaj janë shpëtim. Janë shpëtim. Pacientët kanë ardhur në klinikë dhe me 2 seanca janë, po themi dhe me 1, po me 200% janë rikuperuar. Ka rastet më të vështira, ku nuk e bën metoda e play, është një metodë tjetër që mund ta bëj vetë personi në shtëpi. Ulemi, dhe kjo është me shë. Ulem kështu, me shpinë nga ti, okej. Dhe kjo bëhet në këtë mënyrë, kthehet koka 45 gradë dhe unë do të ul, ju mund ta bëni vetë në shtëpi, këmbët do t'i ngresh në krevat për një herë sa t'ulun. E mbajmë 30-40 sekonda, maksimumi 60, kur është raste më të rënda dhe me metodën e play nuk kurohet, e kthejmë pastaj pozicionin e mesëm dhe përsërisim të nga krahu tjetër. Duke kthy kokën 45 gradë dhe shtrim shpejt trupin. Kjo na bën të mundur
na bën të mundur rregullimin e trurit me lëvizjen e syve për të rregulluar veshjen e brendshëm në mënyrë që mos kemi maramendje. Ku ke qenë më përpara? E kemi mbajtur të fshehur. Faleminderit shumë që ishe sot në program. Faleminderit shumë. Ti ke dhënë disa këshilla vërtet shumë të nevojshme sot edhe kam përshtypjen e ke shërbyer, jo kam përshtypjen, jam i sigurt që ke shërbyer shumë njerëz. Shumë veta nuk duan t'i thonë këto sepse është ajo pjesa e biznesit. E di. Por është gjuna që për pak gjë njerëzit të vuajnë, të harxojnë kohën, të harxojnë paranë, të marrin medikamente, farmak, nuk jam kundra ilaçeve. Patjetër, por kur duhet. Kur ka simptoma të cilat mund të rregullohen në osteopati apo fizioterapi dhe mbi të gjitha me ushtrimet, është gjunaf që njerëzit të vuajnë dhe të krijojnë, sepse krijojnë varësia, nuk e qet, nuk del dot vetëm, nuk e siguri. Është problema ajo për stilin e jetës. Njëri afër dhe me kaq gjë, qofse janë probleme të veshit të brendshëm, jo ato neurologjike, që folëm më lart, atëherë këto janë të rikuperueshme 100%. Pra, nëse keni zhurma në vesh, nëse keni marramendje të llojeve të ndryshme, doktori ju tha të gjitha. Faleminderit shumë edhe. Faleminderit shumë, doktor. Faleminderit ju që na keni ndjekur, shihemi sërish, pafshim. Të mbar. Tani